Përshëndetje, ku jemi këtu me bashkimin e datës 13, data 13 maj 2026. Kemi një ndikim shumë pozitiv, madje është një periudhë shumë e mirë në lidhje me ndikimet dhe ndryshimet që ka të bëjnë në fushën e karrierës. Është një ditë ku na paralajmëron për shumë gjëra që neve duam të nisim një rrugtim të ri drejt punës sonë, karrierës sonë dhe asaj ne çfarë duam në fushën e dashurisë. Një nga shenjat që kanë përfitime kolosale, ndryshime shumë të mira, ka të bëjnë shenjat e ujit. Janë një hap para asaj çfarë ndodh, sepse një tërkëndës që bën hëna me Mërkurin, indikim shumë pozitiv, dhe Saturni me Uranin. Këto do thotë indikim mjaft fantastik mbi ndryshimet që vijnë dhe kohën e duhur. Por para se të fillojmë parashikrimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikrimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve doni dhe dëshironi. Për juve që doni që çdo video që neve ngarkojmë në YouTube dhe si funksionon neve që të flasim, të bisedojmë mbi gjithçka çdo të mërkur. Atëherë kemi këtë butonin këtu. Atje mund dërgoni mesazh në pyetje përgjigje. Duke dërguar mesazhin në numrin përkatës të blerjes. Dhe atëherë jeni gati për të dërguar mesazhin tuaj në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve. Dhe gjitha këto përbëjnë parashikime, gjëra nëse doni më tepër në privat, e kështu me radhë. Tani pa humbur kohë. Fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për ju të shenjës së Dashit duket se është një ditë mjaft e mirë, një ditë fantastike, sepse duke pasur parasysh lidhje me punën, me karrierën, me ndryshimet të mëdha që vijnë, është dhe koha e duhur mbi nisma të reja. Prandaj është një nga momentet më të mira dhe më pozitive të qenë ndonjëherë. Mbi çështjet që kanë të bëjnë me dashurinë, duket se lidhjet afatgjat janë me Dem, Akrep dhe Virgjëresh. Për sa i përket një bashkim familjar, është me dash të dedicit parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e Demit. Për sa i përket shenjës së Demit, duket se kjo periudhë ndikon shumë në lidhje me punën, në lidhje me takimet dhe bisedimet të rëndësishme. Nuk ka vend për të shqetësuar apo meqense juve jeni pak a shumë në dilemën tuaj dhe si të vini të rregulloni, të stabilizoni gjërat e punës dhe të karrierës. Por Demi gjithmonë është një hap para asaj çfarë ndodh në anën e financave, lidhje me biznesin dhe karrierën. Me karrierën, sidomos është mjaft i ndikuar, dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi në anën tuaj. Nuk ka vend për të shqetësuar për arsye të ekonomisë dhe të stabilizimit, sepse lidhet me stabilizimin ekonomik, lidhet me ndryshimet të mëdha që vijnë, por dhe një kohë e përshtatshme në fushën e udhëtimeve dhe e rritjes në detyrë. E keni gjitha mundësit, bini pas, do më kujtoni. Në çështje shpirtërore, lidhet që ka të bëjnë me Virgjëresh të dedicit parë, Ujor të dedicit tret, është kohë e duhur. Vijojmë tek shenja e radhës, që do shkojmë tek binjakët. Binjakët duket se tani për tani, edhe pse kanë pasur çështje problematike të lëna pezullt për arsye të punës së tyre, për arsye të karrierës, por është një nga momentet më të mira, sepse Urani nga shenja juaj jep shumë sinjale pozitive nga tani e tutje. Kjo ditë është mjaft e mirë, surprizuese do ta thosha unë, sepse dita e Mërkur lidhet dhe me të ardhmen, por dhe me të tashmen. Çdo mundësi, çdo kohë që ka të bëjnë me vazhdimsinë, me vendimin, me korrektësinë tuaj. Dhe një nga momentet më të mira është ajo e punës së re. Keni një mundësi shumë të mirë, një mundësi të artë, zgjidheni mes asaj që bëhet, mes asaj që realizohet dhe juve kompletoheni. Dhe është ka 1000 arsye për të parë në këtë drejtim dhe në çështjet e tjera që do të keni, sepse kjo periudhë është mjaft e mirë në ndryshime dhe në vendime. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dash të dedicit parë, me peshk të dedicit të tretë, ka diçka shumë surprizuese. Një vëmendje do të bëni me Akrep të dedicit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë gaforja. Çfarë ndodh me gaforet? Për sa përket gaforeve, gaforet duket se ka një nga ndikimet më të mira dhe tepër pozitive. Ana ekonomike, financat, ndryshimet, komunikimi, mundësi të arta që vijnë.
Por kjo do të thotë sepse ka një nga mundësitë më të arta dhe vendime që merren në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshime të mëdha që do të keni, sepse nuk është se ka një diçka që nuk shkon ose i problematik, që mund të themi neve përsa përket gaforeve, por gaforet mbeten shenjat më me ndikim në fushën e punës, të karrierës dhe të ndryshimeve të mëdha. Në lidhje me çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjakët e ditës të parë dhe me bricapët e ditës të tretë është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Me luanët duket se tani është momenti, është koha e duhur për të reflektuar. Po çdo thotë reflektim. Do thotë atë që kemi, ta shikojmë që gjërat ti rregullojmë, ti stabilizojmë, të nisim diçka të re, pse jo? Sepse është dhe mundësia, është koha dhe dituria që keni. Dhe këtë mund ta mundësoni nëpërmjet punës suaj, nëpërmjet matjeve dhe ndryshimeve të mëdha që keni, dhe është pikërisht kjo periudhë tani. Sepse nga ndryshimet të mëdha, nga puna, nga karriera dhe një moment i artë që lidhet me anën e financave, duket se është periudha juaj, është koha mjaft e mirë, sepse lidhet me stabilizimin ekonomik, lidhet me anën e biznes, me biznes të mos ka diçka shumë të madhe, por nuk duhet të shqetësoheni, sepse disa fjalë llafologji them unë, mos mërzisni fare, sepse është koha, është momenti dhe periudha e duhur për gjithçka juve doni dhe dëshironi. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem dhe me Akrep të ditës parë, ka diçka shumë të rëndësishme, por bashkim familjar është me ujor të ditës së tretë. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë Virgjëresha. Virgjëresha duket se tani për tani jeni mjaft të mbrojtur nga ajo çka keni, e drejta që triumfon dhe vështirësitë, problemet, gjërat që kanë kaluar nuk kthehen më. Harrojeni, sepse keni një standard të juve të kësaj shenje dhe kjo është dhe nga momente që keni dhe mundësitë që më të mira që do të vinë, por mos harroni sepse kjo periudhë lidhet edhe me vazhdimsinë, por lidhet edhe me korrektësinë tuaj. Gjithashtu keni një moment të artë në ndryshimin e madh financiar të biznesit dhe të karrierës. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem të ditës së parë, ujor të ditës së tretë është perfektja, pak kujdes në një bisedë që mund të bëhet nga mbasditja, sepse aty mund të gaboni disi, ndryshe mendoni juve, ndryshe e kuptoni atë që rregullohet, por gjithsesi është një moment mjaft i mirë dhe shumë pozitiv në ndryshimet e tjera që do të keni dhe periudha më e mirë që është tani. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem të ditës së parë, ujor të ditës së tretë është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë Peshorja. Për sa përket shenjës së peshores, meqense peshorët duket se kanë ndryshimin e madh, kanë mundësinë e artë që vjen rreth jush për arsye të ekonomisë, për arsye të vazhdimësisë, sepse gjithmonë jeni pak në dyshime dhe ndryshime të mëdha që keni në lidhje me punën tuaj aktuale, por ka dhe diçka tjetër sepse favorizimet dhe ndryshimet, mundësi dhe kohën e artë që keni tani tutje është në anën tuaj, sepse duke pasur parasysh punën, duke pasur parasysh periudhën dhe jo vetëm ka të bëjnë shumë me anën ekonomike, ka të bëjnë shumë me çështjet madhore financiare, sepse është një ndryshim shumë i mirë tani, por këto janë ndryshime të mira në ekonomi, në stabilizimet dhe gjëra të tjera që do të keni tani tutje. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem të ditës së parë, ujor të ditës së tretë, ujor të ditës së tretë është pak a shumë ndikuese, por dhe ndryshimet që do të keni tani tutje janë mjaft fantastike, jo problematike. Në dashuri, peshorët duket se kanë një mundësi të artë se lidhet shumë me shenjat e ujit, siç është gaforja, siç është akrepi, siç janë peshqit, mundoni që të rregulloni, të stabilizoni gjëra se është mjaft pozitive dhe si kohë dhe si moment. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë akrepi. Për akrepët kanë mundësinë, japin kohën, ndryshimin dhe mundësitë artë që vinë. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim për sa përket punës suaj, për sa përket vazhdimësisë suaj, sepse është koha mjaft e mirë dhe është surprizuese në ekonomi, surprizuese në vazhdimësi, por gjithashtu është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv për sa përket vazhdimësisë, për sa përket punës dhe çështjeve që janë nga më të mirat të mundshme, që ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me ndryshimin tjetër që do të kenë tani tutje. Nuk e diskutoj sepse gjithmonë bricapat janë një hap para asaj çfarë ndodh dhe momentet e duhura në ekonomi dhe në stabilizime. Kurse në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Dem të ditës së parë, me Luan të ditës së tretë,
nuk e diskutoj që është diçka mjaft fantastike, por me ujor është vetjeta, prandaj bini pas, mos ma lini pas dore, sepse kjo periudhë është e juaja dhe mbetet e juaja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e shigjetarit. Për sa përket shigjetarëve, shigjetarët duket se tani në këtë periudhë kanë pasur një mundësi dhe një kohë mjaft të mirë në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime që kanë pasur në fushën e karrierës së tyre, por nëse juve nisni diçka ose keni ndërmend për të bërë një punë të rëndësishme dhe një kohë mjaft në vazhdimsi do të thoshon, sepse është një periudhë mjaft e mirë tani dhe kjo do të thotë mundësi dhe kohën e duhur në anën ekonomike financiare, një nga çështjet më të mira të mundshme që do të keni, do thotë biznes, do thotë karrierë, do thotë pozitivitet, të gjitha këto përbëjnë një ndikim mjaft të mirë dhe shumë pozitiv në anë ekonomike dhe në biznes. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmt të dhjetë parë, me vjeshtë të dhjetë tretë, me peshorët të dhjetë dytë, keni ndikime fantastike sepse është e koha, është momenti i duhur mbi ndryshimet dhe takimet që do të bëni, sepse janë takimet ata që ju marrin mundësinë, kohën e duhur për zgjedhjen e duhur në çdo aspekt të jetës suaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricjapit. Për bricjapin, bricjapi duket se sado që lodhet shumë në lidhje me punën e tyre, lodhet shumë me disa takime që do bëjnë tani, takime pune, se lidhet shumë me takimet e punës, takimet e biznesit, por juve jeni koherent dhe korrekt me punën, korrekt me gjërat e tuaja që juve keni, por do merrni lajm shumë të mirë, shumë pozitiv në ekonomi dhe mbi stabilizimet që ka të bëjnë tani atje. Megjithatë, edhe pse kjo periudhë është një periudhë mjaft dinjitoze në gjëra që bëhen, sepse ka mjaft gjëra pozitive në rritje dhe në zhvillime të reja që do të keni, por edhe mundësi të arta që vinë drejt jush. Koha ka provuar dhe provon që çdo gjë ndodh, çdo gjë realizohet, çdo gjë stabilizohet në një farë mënyre, por edhe anën tjetër ka të bëjnë me çështjet e karakterit, sepse juve keni karakter të fortë në lidhje me punën, në lidhje me takimet e persona të ndryshëm, kjo do të keni, por kjo nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt, sepse është një kohë shumë e mirë dhe tepër pozitive mbi zgjidhje të problematikave dhe gjërave të tjera që do të keni. Në fushën e dashurisë duket se me bricjap, gafore dhe dem është diçka shumë pozitive në anën tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë ujori. Për sa përket ujorëve, ujorët duket se e kanë vënë përpara, mjaft probleme, mjaft çështje të lëna pezull, ndryshime, vendime, koherent me çfarë ndodh, koherent me punën e tyre dhe çështjet korrekte të ekonomisë dhe të stabilizimit. Por megjithatë, është një nga mundësitë më të arta që keni tani atje, një nga ndikimet më të mira të punës dhe të ndryshimeve që do të keni tani atje, por keni kujdes nga disa çështje ekonomike financiare, sepse ndryshe mendoni, ndryshe gjykoni, po nuk besoj se ka një problem shqetësues këtu. Këto është diçka mjaft e mirë për punën, e mirë për karrierën, por gjithçka shkon mbar, gjithçka dini çfarë bëni dhe dini ku shkoni. Kurse në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmt të dhjetë parë, me ujor të dhjetë tretë, pra ujor me ujor të dhjetë tretë, jeni në kohën tuaj më të mirë të mundshme të qenë ndonjëherë, prandaj bini pas, mos ma lini pas dore. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshqit. Për sa përket peshqive, peshqit janë mjaft të rregullt në ekonomi, të rregullt në vazhdimsinë të gjërave që kanë të bëjnë, por një mundësi e artë që është tani edhe në çështjet e financave, të biznesit, të karrierës suaj, me karrierën e keni mjaft të ndikuar pozitivisht, do ta thosha, sepse çështjet pozitive dhe gjërat korrekte që juve keni është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive mbi ndryshimet edhe marrjen e vendimeve të rëndësishme. Marrjen e vendimeve të rëndësishme vjen në një kohë ku juve e keni mundësinë dhe gjërat janë mjaft fantastike për punën dhe për karrierën, por edhe ndryshimet e tjera që do të keni në lidhje me anën e financave, lidhje me biznesin, lidhje me gjërat që do të keni dhe periudha kur ndodhin fenomenet, është mënyra më e mirë e mundshme dhe tepër pozitive në lidhje me shumë gjëra pozitive korrekte nga ana juaj, meqense një çështje pune do bëhet një objekt bisede, por rritjen detyrë ose marrni sipërmarrje, ndërtimi, e keni mundësinë juve të shenjë se peshqeve, pa ne bini pas, mos alini pas dore. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëm dhe me akrep, janë të mbara. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj date, të datës 13 maj 2026. Por para se të ndajmë bashkë, ju që interesoni për shkrimet në privat,
astrolog.al. Dhe më pas, juve mund të dërgoni dhe të flasi bashkë nëpërmjet Viber apo WhatsAppit. Për juve që doni që në kohën që jemi drejt së drejti, çdo të mërkur, kemi atë butonin aty. Shikoni, jeni gati pastaj, në kohën që juve ndiqni hapat, dërgoni pastaj mesazh dhe merrni përgjigje. Në një rregull.